Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos certifikuar listën serbe ka shkaktuar reagime të forta ndërkombëtare duke nxjerrur kritika mbi ndikimin politik të aktorëve vendor. Përmes një postimi në Facebook, ambasada e SBA-s tha se përpjekjet e lëvizjes vendosje për të bllokuar listën serbe janë shkurtpamëse dhe përçarëse, duke minuar stabilitetin dhe interesat amerikane, përfshirë nisjen e dialogut strategjik dhe mundësi të avancimit të biznesit në Kosovë. Ambasadori gjerman Rainer Rudolf theksoi se procesi zgjedhor duhet të mbahet larg manovrimeve politike, ndërsa zyra e BE-s të Prishtinës konsideroi politizimin e KQZ si dëm të rënd për zgjedhjet. Ambasadori britanik Jonathan Hargreaves u shpreh se i shqetëson për ndikimin negativ në reputacionin e Kosovës dhe marrëdhëniet me partnerët ndërkombëtar. OSBE-ja gjithashtu ka paralajmëruar për rritjen e polarizimit politik, ndërsa KQZ-ja duke vënë në dukje se kjo është hera e tretë që lista serbe nuk certifikohet. Në zgjedhjet e fundit, lista serbe fitoi 9 nga 10 ulëset e pakicës serbe në kuvend dhe të gjitha komunat me shumicë serbe në zgjedhjet lokale të tetorit, duke u rikthyer në institucionin që kishte braktisur me 2022.